Funksionuar si grupi strukturuar, pra ideja është që në krye të qëllimit të grupit strukturuar ka qenë përfitimi i parave publike që vinin nga buxheti i shtetit dhe shpërndaheshin nëpërmjet tenderave të akshit. Ky ka qenë qëllimi final. Të gjitha këto që gjenden, pra të gjithë njerëzit që janë involvuar, që prokuroria ka gjetur si të përfshirë aty brenda skemës, kanë luajtur rolin e tyre ose në realizimin e të ardhurës, pra le të themi në vjedhjen e paras, ose në pastrimin e paras, ose në kanalizimin e paras për shkuar tek vendi ku do duhet të shkonte. Pra ta merrte njeriu i cili ishte projektuar për ta përfituar këtë para. Të gjithë këta kanë pasur një nga këto dy role. Pra o kanë qenë te pjesa e përfitimit parave, siç mund të ketë qenë për shembull vetë kompania Soft Solution, Normali, Gysi, gjithta kanë qenë të involvuar në skemën e përfitimit paras. Pjesa tjetër pastaj ka qenë në kuadrin e shpërndarjes së përfitimit në bazë të meritës për secilin meritës në thonjza për secilin pjesëtar të grupit.